Mirëmbrëma të gjithëve dhe ju falenderoj përzemërsisht për prezencën tuaj këtu, e cila dëshmon me forcë zemër vullnetin tuaj për të bërë ndryshimin e madh me 23 qershor. Se me 23 qershor, me në krye këtë ekip të mrekullueshëm, nuk po I bëj si vin që bëri Gjovalini, me këtë ekip të mrekullueshëm ne do të jemi mazhorancë në gjithë qarkun e Lezhës dhe do shkojmë të përfaqësuar denjësisht në Parlamentin shqiptar pas 23 qershorit. Në fakt, sa më shumë njerëz që jemi në takime, unë mendoj si aq më të mëdha janë hallet. Sepse po të mos kishte probleme dhe halle të mëdha, nuk do të ishte e nevojshme që ndofta ta bënim këtë diskutim bashkë. Por sa më të mëdha janë hallet, aq më shumë njerëz vinë për ta ndëgjuar një fjalë, edhe për ta thënë një fjalë. Kjo padyshim është shenjë e demokracisë. Por mbart një problem shumë të madh mbrapa. Atë problem që unë sot, bashkë me Benin, me Meremen, me Eduardin, me Edin, me Gjovalinin dhe me shumë të tjerë këtu, me deputetin Zefin dhe me shumë të tjerë, e kemi shkelur jo më larg se sot paradite. Sigurisht që për mua, një person që u bën shumë vite që merret me politikë, nuk është e nevojshme të vi deri në Kodër Malekaj të shikoj se si banon një zonë, le të themi, në periferit një qyteti, informale, le ta quajmë, miqësisht. Sepse zonë informale, padyshim që ka qyteti I Tiranës më shumë se çdo qytet tjetër. Apo jo? Zona, madje ka disa. Por çka ka ndodhur në këto 20 vjet? Në këto 20 vjet ju është thënë, hajdeni për një jetë më të mirë. Edhe shumë mirë që të jetë kështu. Por ju nuk keni lëvizur për të shkuar nga një ferr në një ferr. Apo jo? Sepse unë kam parë një ferr sot. Se këto kodrat këtu të mbushura me ndërtime, me shtëpitë tuaja që I keni bërë me aq mundim, janë çdo gjë po jo qytet. Me qytetin s'kan asnjë lidhje me fjalën qytet. Se si të mos ketë rrugë, që më është dukur si shtek dhish, më falni, ha? Se si të mos ketë ujë, se si të mos ketë kanalizime të ujrave të zeza, se si të ketë një qendër shëndetësore që për 12.000 banor është si të ishte një aneks. Që më thanë dhe një gjilpër të bëjnë një fermierë tash I kërkojnë 500 lek. Po ky është kulmi. Se si të mos ketë një shkollë me 12.000 banor, meriton të ketë gjimnas. Jo të udhtojnë fëmijët në atë shteg dhish edhe të vinë tjetër kund. Qoftë edhe këtu ku jemi. I kanë vënë emrin Nën Tereza Lagjës. Ajo dritë bast për atë çka ka përfaqësuar. Po vetëm në nga atje ku është në qiell vjen tokë na shpëton në këtë lagje. Por ka dhe një shpëtim tjetër. Që nuk e ka emrin Sali Berisha. As Partia Demokratike. Këtë mund ta them me gojën ploton. Këtë mund ta them me gojën plot. Dhe ka emrin Partia Socialiste. Edhe tani kishin vënë tabela atë që do bëjnë rrugën. Po cilën rrugë do bëjnë këta? Këta s'kan bërë kanalizimin. Cilën rrugë? Rrugë për të hedhur hysyve. Po jo më zotri. Jo më zotri qeveritar, jo. Mos e ofendoni kaq shumë inteligjencën e popullit shqiptar. Tani vim te punët tona.
Do thoni ju, po pse duhet të besojmë në ty zonë? Kanë ardhur këtu deputete, oratore. Dikush në fakt s'është orator, se s'ka shkollë, po e konsiderojmë tillë. Edhe kanë bërë premtime fjalë bukura, të veshur mirë me kostum, me kravatë. Jo kështu, as kështu si janë veshur unë sot jo. Këta janë drejtuar shumë keq nga një njeri që ka menduar vetëm për punët e veta dhe të familjes vetë. Këta i kanë keq përdorur lekët e qytetarëve. Këta i kanë keq përdorur lekët e taksapaguesve. Për të mos thënë atë fjalën e rëndë vjedhur, jepja një votën Parti Socialiste, sepse ne duam të qeverisim si Parti Socialiste, që të japim llogari si Parti Socialiste. Shpresoj të vit dita që të mund të mblidhemi bashkë kështu siç jemi. Dhe shpresoj që atë ditë të mund të kem çfarë t'ju them. Të kemi filluar t'i bëjmë do punë. Të mund të jap llogari. Sepse vendin tim të punës e mendoj, do ta mendoj derisa unë të bëj këtë detyrë si një vend që vetëm i shërben qytetarëve të vendit tim. Ditën që nuk do ta mendoj këtë gjë kështu, ju siguroj që do të jem duke bërë një punë tjetër. Dhe këtë gjë, dhe kjo frym, dhe këtë besim e ka po kaq të fortë dhe të madh Beni, Meremja, Edi, edhe të gjithë njerëzit që partinë sot e përfaqësojnë, ne qytetarë të nderuar dhe të respektuar, përpara se sa të jemi të djathtë dhe të majt, jemi njerëz që vetëm bashkë mund të bëjmë gjëra për shoqërinë ku jetojmë. Patjetër duke punuar për familjet tona, patjetër. Po duke bërë dhe gjërat përbashkëta, të mira, të cilat qeveria e Sali Berishës nuk mundi t'i bëj. Ne do t'i bëjmë. Ju falenderoj shumë. Po ashtu edhe hallet e saj janë shumë dhaja. Është nisur një investim për Ujësjellsin i cili nuk ka qenë asnjëherë real dhe në funksion. Është nisur një investim për kanalizimin që sot është jashtë funksionit. Është bërë një shkollë e cila ka një kapacitet shumë të ulët në raport me shifrën e nxënësve. Ne do bëjmë ndërhyrje për rikonstruksionin e plot të Ujësjellsit, duke vënë në funksion pompat dhe për ndërtuar një tjetër depos që në mënyrë që të furnizojë edhe shtëpiat që sot janë sipër depos Ujësjellsit. Do bëjmë ndërhyrje edhe për ndërtimin e rrugës Varrezave dhe rrethimin e tyre njëkohësisht. Do bëjmë ndërhyrje për ndërtimin e rrugës duke filluar nga Nesheneja dhe deri te Kisha. Gjithashtu edhe për një rrugë që përshkon lagjën mes për mes. Pa rrugicat e asaj lagje që sot i kam marrë në kam gjitha, si më duken si rrugicat e Gjirokastrës. Asnjëherë gjatë këtyre 20 viteve kjo lagje nuk ka pas shansin që t'i kërkojë dikujt llogari, sepse të gjithë ato njerëz që kanë ardhur kanë kërkuar votat, përfshi edhe mua dhe njerëzit që janë këtu, kanë marrë votat dhe vetëm televizori kanë bë. Është rasti më i mirë që ju keni mundësi t'i kërkoni llogari dikujt. Dhe ai jam unë i cili jam pronari i kësaj. E them edhe një herë, është shansi më i mirë për këtë lagje që të votojmë Partinë Socialiste, sepse ne do të jemi shumë të përkushtuar, më shumë se asnjëherë tjetër, më shumë se çdo kusht tjetër. Ju lutem mos u joshni nga ofertat e vogla që janë shumë të vogla në krahasim me projektin dhe me alternativën dhe me programin e Partisë Socialiste. Projekti është shumë i madh, më se çka tjetër. Do t'ju premtoj që vota se cilit prej nesh do numërohet ashtu siç votohet. Nuk do t'jetërsohen votat ashtu siç mund kenë edhe herë tjera. Unë së bashku me ekipin e Rilindjes, së bashku me ju do ta mbrojmë votën, do ta numërojmë ashtu siç numërohet. Jeni të sigurt për këtë, nuk do vidhet vota.
Faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit për mbështetjen, faleminderit për punën. Dhe ja lejm fjalën Eduardit. Laja Kodër Marlega do votojë 100% numër 29 Partinë Socialiste. Jemi sugjerim. Është i kënaqësi që skuadra është kaq shumë edhe në Kodër Marlega. Ne duhet të bashkohemi të gjithë, sikur në 92-shin që ja morëm një personi Shqipërinë, duhet të bashkohemi edhe herë me datën 23 të largojmë të anti-shqiptarë. Sepse ka 20 vjet që punon kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Prandaj me datën 23 ju lutem gjithë të votojmë masivisht numrin 29, sepse është e vetme shpresë që ne të kemi vende pune, është e vetme shpresë të kemi të mirat tona, të kemi vendin tonë. Është e vetme shpresë të largojmë nga puna të vetmin person, të japim edhe karrikën, se e kam një se ka marak. Edhe të largojmë edhe i pargëshan. Të largojmë së më parë. Ju faleminderit. Ju faleminderit dhe votoni numrin 29. Ka 2 vite që ndodhem korbet. Unë ka 20 vite që ndodhem korbet. Kam fillu demokracinë me luftë, me fotografinë time të Arben Noks, aty te Pallati i Kulturës, në debatin Lesi Komara im, edhe la shkolla. Kemi shku si grupë dhe kina nxerr e di palokën me luan pilafin i Thirshin, edhe duke na kërcënuar gjithve. Unë për veten time e shoh shumë të arsyeshme që ky grupi që është caktu, ky staf që ka caktu, nëse ne nuk do të kërkojmë, jo të vetojmë që secili. Po shoh shumë pak njerëz dhe jam shumë i zgënjur këtu. Gjithë këto shtëpia që janë këtu. Nuk kanë si marrë se nesër i hekin prej punët që kretit. Sa policë ka këtu? Sa policë ka këtu? Se s'jen as një policë, nga janë ato. Unë e kam fillu fushatën në Milano, për këte ju argumenton edhe zoti Noci. I kam pyet njerëzit e më kanë thënë prej, unë s'kam shamar, s'kam bilet, ma ka prej me belerin zoti Berisha. Ma ka prej atë që nërsh me që s'ka, a kriza është në të në Europën. Unë për vetën time nuk do punoj për vetën time që do votoj vetëm unë. Jam një autokombajnë votash. Edhe kësaj rrallë e Berisha do të marri hakun e vetë, sepse për 100 vjetor kërkoj me ba atë që të ba një tort madhe, më s'kam njohë, më ka thënë gjyshit, më ka vdek, më thak unë kena pa hangër laknur, ose në ferëm kena pa hangër halë. Noi njofim, kena respekt për fene ati tjetrit. Njofim si mund t'i gajtujmë muslimanit. A i shkatroj partin demokristiane. Shkatroj partin, kërkoj të shkatrojnë të partitën socialiste. Shkatroj të gjitha partit, shkatroj popullin. Shkatroj edhe në qofë se ne do pranojmë se këtë vazhdojnë pushtet. Ne jena të marumë. Unë s'ka marrë këtu që të votoj vetëm për një votë. Unë ka marrë këtu edhe po të vdes se kam problem. Dikush më njefë se nuk mba përshtypje edhe shumë kujtu si i shafë e i njafë gjithë. Ju përshnes gjithve, ju përqafoj gjithve edhe ju uroj gjithve. Unë jam demokrat, ju të regoj se jam demokrat. Jam një nga familjet me demokrat i përsekutum politikisht. Dhe nuk është partia demokrate e vërtet. Duhet të reformohet dhe partia demokrate. Partia demokrate është partia socialiste. Partia demokrate dhe në programin politik përsa studioj unë, se nështë të skuptoj sa Sali Berisha, kam frikë se ma shumë, përsa e shofun, partia demokrate socialiste ka një program politik për të hapë venet e punës. Ka një program politik të takoj nga gjithë ju nga një të vesh në policë, ta shoj ke bombat, ti bëjt e gjitha, po jo 96% polica. 96% polica nga një vend. Po sha i në naras, di mas jam me po në një shërbim qedrë në qëtë si në këto, sha ham në një. Gjithësësi, ju më falin se unë nështë kam emocionet e mija, nuk di me falë se unë se jam marrë me këtë zhona, po kutoj me qanë zhonë si në ka fikë, me në fikë tonëve, a i ka hikë. Por na do punojmë.
Faleminderit.